والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم سبحانه وتعالى falenderojm salavatet dhe selamet pejgamberit ton Muhamedit alayhis salam ja dërgojm elusim Allahun të na mëson hajrin, të na mëson të dobishmen, të na shton diturinë e hajrit, diturinë e vërtet. Vëllezër, jena me një temë është shumë me rëndësi, sa i përket çështjes së akides, dhe jena në vazhdim të shpjegimit të librit Aqidja at-Tahawiyya. Titulli quhet Khalqu af'alil ibad. Khalq, krijimi i veprave të njerëzve, apo veprave të robëve. Bëhet fjalë për veprat e njerëzve. Ne e dim se Allahu subhanahu wa taala është krijues. Po është diçka me rëndësi, to veprat ne çka i bëjmë, a është prodhim i jon, apo edhe këto i jon të krijuar prej Allahut subhanahu wa taala. Qofshin ato fjalë, qofshin ato veprat cilat krijen me gjymtyrët e trupit. A jemi ne ato që i prodhojmë ato, me thonë krijues, ne s'jemi krijues, po a jemi ne ato që i bëjmë fillimisht, apo veç ato vepra që i bëjmë ne që kanë të kriju me ato. Dhe ne jemi vepruesit e atyre veprave. Në këtë çështje, vëllezër, shumë do sekte devijume, e thash devijume, në këtë çështje kanë deviju. Një prej tyre quhen el-Jabriyya, el-Jabr gjuhën arabe vin diçka lloj diktature, domosdo, i detyruar. Jahm ibn Safwan është themeluesi i kësaj, ka thënë, edhe këto janë domethënë të mendimit, që njeriu nuk ka të bën asgjë veprat janë të krijuar prej Allahut subhanahu wa taala, dhe çdo vepër që e bën njeriu don s'don, ai është i detyruar ta bënë. Një lloj e kanë thonë, si puna atij cili ka paralizë që dridhet dikush, ai thot nuk ka në veten e tij kontrol. Ai nuk dëshiron me u dridh dora apo komba apo trupi, po ai çashtu është i detyruar, ai s'mundet. Nuk e ka në veten e tij kontrolën për mos me u dridh. Than edhe çashtu është njeriu. Veprat janë prej Allahut, edhe ai don s'don patjetër me i bë ato vepra. Dëshiron apo nuk dëshiron. Erdhë një grup tjetër me ju argumentu këtire, shiqoni, subhanallahu si vjen devijimi. Gjëra se ju si mundet thoni kështu, thanë Allahu subhanahu wa taala, të quhen qaderit, nuk ka të bëne të veprat e njeriu të fare lidhje. Njeriu është ai Zoti i veprave, don s'don. Dhe Allahu xhelleshanu nuk mundet ta detyrone kështu apo ashtu. Më thonë gjoja se ne, po ju argumentomi grupit këtire xhebrive dhe tham jo, Allahun mos e përzini këtu. Nuk mundet Allahu xhelleshanu ta ketë faktikisht atë çështje në dorën e tij dhe ta detyronë njeriu bënë këto apo nuk bënë këto. Njeriu është vetë i Zoti i veprave të tjera. Edhe ki dhe me thonë është sekt krejtësisht apo frakcion i devijut. Atëherë ne s'kena çfarë tjetër, domosdo të shohim çka është mendimi i ehlis sunetit dhe xhamatit për çështjen e veprave të njeriu. Allahu xheleshanu çka thot Kur'an? Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Nëse vinin kundërshtim me dëni çështje, pa marr parasysh çështje fetare, ktheuni te libri i Allahut dhe ktheuni të dërguarit të Allahut, sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe se ne këtë gjithmonë duhet ta kena si bazë në Islam. A u kundërshtuam të diçka? Apo ki thot ashtu, ai tjetri thot kështu, këto e kanë thonë që sa vite kështu, ti tash po thu kështu. E vërteta në Islam haku nuk ka të bën me të kaluarën,
sa vjet ne e kena zbatu këshu dhe tash po e zbatojmë ndryshe. Ajo është që na referon, duhet i referohemi në kuj librit Allahut dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu thot: "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allahu ju ka kriju juve dhe të gjitha ato veprat që i boni ju. Kjo është në Kur'an. Allahu subhanahu wa ta'ala bile një prej shtillave të imanit çka është? En tu'mine, kur e piti Gjibrili Muhammedin a.s. për tha akhbirni anil iman, më trego çka është imani. Pejgamberi a.s. çka tha? En tu'mine bil iman, en tu'mine billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa en tu'mine bil qadri khairihi wa sharrihi. Besosh në caktimin e Allahut. Qoftë khair apo edhe sherr që diçka po të them, ajo është prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Në rregull, atëherë vjen pyetja kështu: Allahu subhanahu wa ta'ala, qenë ka i cili pas ka kriju veprat e sherrit, të devijuara, e pas ka kriju kufrin, shirkun, edhe pastaj thanë këto grupi i parë, gjebrit, këto kadirit, edhe mu'tazilet, thanë shikjoni, thanë atërë nuk është kjo e drejt. Allahu e pas ka kriju punë të këqia. Allahu e pas ka kriju kufrin e shirkun e vrasjen e gjitha veprat të këqia. Edhe pastaj thënë, a është edhe drejtësi tash Allahu ta dënone atë person? Basi Allahu i pas ka kriju veprat e sherrit. Bëhet fjalë për njerëzit që e ndjekin sherrin. Ehli Sunneti i thanë, nëse thoni ju që nuk është kjo e drejtë, që nëse këto nuk e shihni ju si drejtësi, që Allahu i pas ka kriju veprat e këqija dhe pastaj ta dënone veprkeqin, thoni nuk ka e drejtë, atëherë nuk qenë ka dhe e drejtë që dikush ta pinë helmin dhe të vdese. Atëherë tu nuk pas ka drejtësi. Ai e piu helmin, edhe do të jetone, nuk mundet, se ai e piu vetë helmin. Pra pikë mirë, tash mund thona, na trego Ehlus Sunneti dhe Xhamati për këtë punën e veprave. Çka thot Ehlus Sunneti? A është Allahu ai që i ka kriju veprat, a nuk është? Ne tham Allahu i ka cek. E vlezër, kjo është ajo çështja që u ndan njerëzit në dy grupe. Një grupi që i ndjeki veprat e mira dhe quhen el muti'un lillah, nënshtruesit e Allahut subhanahu wa taala. Dhe grupi tjetër që i zgjodh veprat e këqija quhen el usat, që e kundërshtuan Allahun subhanahu wa taala. Në rregull, ne thona po në rregull. A thoni që Allahu i pas ka kriju veprat? Po thona Allahu xheleshanu i ka kriju veprat. Dhe njerëzit të dipalet, a i ndjekin veprat me dëshiren e tira, a me dëshiren e Allahu xheleshanu? Njeriu i ka veprat si cili prej nesh, veprat i ka të krijume. Po mirë, ne që ato veprat që i ka kriju Allahu, qofshin hajr edhe sherr, a i bëjmë ne me dëshiren ton, a me dëshiren e Allahut? Ne i bëjmë me dëshiren ton dhe me dëshiren e Allahut subhanahu wa ta'ala. Wa ma tashaune illa an yasha Allah. Ju nuk mund të bani, nuk mund të dëshironi diçka nëse Allahu subhanahu wa ta'ala atë çështje nuk e ka dëshiru. Atëherë, veprat e hajrit janë këto. I ka kriju Allahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj i ka dhënë njeriu të fitrën, atë natyrshmërinë, ja ka dhënë instiktin, i ka dhënë frymëzim të mirë që ai të ndjekë veprat e hajrit. Dhe ka thonë Allahu xheleshanu shembull për vepër mirët. Unë këto vepra i kam kriju dhe unë dëshiroj ti bëjsh ti këto vepra, të urdhnoj, edhe nëse ti i bën këto vepra, unë do të jem i kënaqur me ti. Tu është dëshira dhe kënaqësia e Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu ka dëshiruar ti bëjsh ato veprat e mira dhe ti i bën veprat e mira. Dhe pastaj Allahu subhanahu wa ta'ala, kjo thon irade, ajo dëshira Allahut subhanahu wa ta'ala çka është absolute. Ti i bën ato veprat e mira dhe në këtë aspekt Allahu xheleshanuhu u kënaq ndaj teje. Çka thot Allahu në Kur'an? Wa nafsin wa ma sawaha. Betohet Allahu për nefsin e njeriu. Wa ma sawaha, dhe ashtu si e ka përsos Allahu nefsin, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dhe njeriu e frymëzoi Allahu edhe ke punë të hajrit, edhe ke punë domethënë të sherrit. Ja dha mundësinë atij. Qad aflaha man zakkaha. Allah thot, ama ka shputu, është fitimtar ai i cili e pastroi nefsin e tij. Wa qad khaba man dassaha. Tash veprat e hajrit, besimtari i mirë,
dëshirë ka Allahu përsëri ja kalon atij dëshirën që ti zgjedhë punët e hajrit. Edhe nëse i zgjedh Allahu xhelleshanu është i kënaqur, por Allahu subhanahu wa taala besimtarit ja ka kriju ato veprat e mira, e ka ditë Allahu se ai do t'i bone ato veprat e mira, dhe përsëri Allahu ka thonë kjo është edhe vullneti jem, ma mirë me përmend, vullneti jem, edhe këtu është edhe kënaqësia ime ndaj robit i cili i zgjodh veprat e mira dhe unë jam i kënaqur me to. Kjo e qartë është kur bëhet veprat e mira, po te veprat e këqija, Allahu subhanahu wa taala thot, edhe veprat e këqija janë brenda vullnetit tim. Pse? Nëse Allahu xhel nuk ishin te vullneti Allahut, a mund t'i bonte dikush ato? Dhe thote dikush po atëhere, subhanallahu këtu vin se Allahu pas ka dëshiru. Jo, dëshira Allahu xheleshanu, vullneti Allahut ka të bone me ilmin, me diturinë e Allahut subhanahu wa taala. Nuk e ka detiru Allahu xheleshanu, por dëshira jon, vullneti jon është mrenda të vullnetit Allahu xheleshanu. Si për punët e mira, si për punët e këqija. Ne kena vullnet për punë të mira, Allahu na ka dhënë vullnetin, edhe na ka dhënë lirin, edhe kur i veprojmë Allahu kënaqet. Ne edhe ai tjetër që bën mëkate, që bën kufër, që bën, edhe ai ka dëshirë. Edhe Allahu xheleshanu thot, a ke dëshiruar ti kështu? Unë e kam dëshiruar dhe unë më herët se e kam ditë se do ta veprojsh ti. A e kuptoni vëllezër? Dëshira për veprat e mira, Allahu e ka dëshiruar ato, pse e ka ditë se ne do t'i zgjedhim veprat e mira. Edhe para çka bën veprat këqija, ai dëshiron të bëne veprat këqija. Allahu i thotë edhe unë e dëshiroj. Përse se unë e kam ditë ti se do t'i bëj këto veprat e këqija dhe unë ti t'jap liri, t'jap mundësi, bëni veprat e këqija, po unë hidhrohem ndaj teje. Po, tash këto xhebrit që kanë thonë, çka kanë thonë xhebrit, njeriu nuk ka zgjedhje, është i detyruar. Edhe për veprat e mira, edhe për veprat e këqija. Kërret të thonë një në dorën e Allahut. Do me thonë, sikurse sipas tyre, ato që bëjnë veprat e mira nuk e meritu kanë shpërblimin, pse? Se Allahu xheleshanu i ka detyru. Po nga ana tjetër të kanë haru, se edhe nëse thua ato që bëjnë veprat këqija, i ka detyru Allahu, edhe ato nuk e marrin dënimin. E këto ka thonë rregull, edhe ne kena argumente, që vëllezër, janë argumentuar me Kur'an edhe këto. I kanë thonë njeriu është i detyruar. Edhe thanë ku kena argument, që ka thonë? Allahu thot në Kur'an, "Wa ma ramejte, idh ramejte, walakin Allah rama." Kjo ka ardhur në mënyrë njëjës. Allahu i thot Muhamedit alayhis salam, ti në realitet nuk ke gjujt. Edhe pse ti gjujte, por Allahu ka gjujt. Wa ma ramejte, idh ramejte. Wa ma ramejte, ndalë në fjalë për fjalë. Allahu i thot Muhamedit alayhis salam, ti nuk ke gjujt, nuk ke hedh. Wa idh ramejte, edhe pse gjujte, walakin Allah rama, ai cili gjujti me të vërtet ishte Allahu subhanahu wa taala. Këtë thashë që Allahu i thot Muhamedit alayhis salam, ti se kur zbriti kjo ajet, luftën e Bedrit vëllezër bani mend Muhamedi alayhis salam i pa armiqet edhe morë një grusht të dhe. Edhe u gjujti armikëve. Nuk, domethënë mushrikëve, te secili prej atyre i hinin si diçka dhe nuk e linte rahat edhe të luftonte. E Allahu i tha, ti nuk gjujte, por Allahu ti nuk gjujte, edhe pse ti gjujte, shiqo, në realitet Allahu ka gjujt. E këto thanë që kjo është argument. Ehli suneti i thanë shiqo, kjo është argument kundra juve, nuk është argument në favor t'juj. Thanë pse nuk është argument? Allahu e pas ka vërtetuar dhe gjujtjen e Muhamedit alayhis salam. A tha edhe ti gjujte, edhe pse gjujte? Ti nuk gjujte, edhe pse gjujte. Thanë sikur mos kish gjujt Muhamedi alayhis salam, Allahu subhanahu wa taala nuk do ta përmendte që edhe Muhamedi alayhis salam ka gjujt. Çka do thotë këtu? Me këtë kuptojmë diçka. Pas ka hise edhe robi ke veprat, si të mirat, si të këqijat. Allahu ka dëshiru, po edhe robi pas ka dëshiru. Ama Allahu ka dëshiru, e ka ditë se robi dëshiron. E ka ditë Allahu xheleshanu se ki rob dëshiron bëne veprat mira. Kur e pa, tash do të dal pak për teme. Muhamedi alayhis salam, kur e pa këtë çështje vëllezër, a e dini se kur mo nuk ka gjujt kundra armikut me shigjet. Pse? E ka ditë se Allahu mo e ka ndorë dhe e godet. A e dini Muhamedi alayhis salam sa lufta ka marrë pjesë? 27. 27 lufta, po, ama për ta mbrojt të vërtetën, për t'ju dalë zot njerëzve, jo për të vrarë. Jo. Njerëzve ti shputone pizarmit xhenemit, ashtu? Omer? Amen? Muhamedi alayhis salam i ka thonë njerëzve, mosni kjo është udhë keqe. 27 lufta. Sa njerëz pejgamberi alayhis salam thush kanë mbit? Kush e din? Një.
Edhe a e dini emrin? Ubej ibn Khalef. Ki Ubej ibn Khalef si filloj prej një kod gjatë i thonë, unë do të vras, se e këtuluk, unë e kanë me të mbit. Muhamedit a.s. kur ju bo shumë tha, ene se e këtuluke insha Allah, unë e kam me të mbit ti insha Allah. Luftën e Uhudit. Me thonë me njerë një vjet, mas Bedrit, lufta e Uhudit. Ubej ibn Khalef ishte atje, me thonë, karshi armikë. Dhe pejgamberi a.s. vlezër që ndronte në ushtri, nuk fshiheshte. Edhe mor Muhamedi a.s. prej dikujt në shigjet, edhe ja gjujti, që këtu e preku pak shigjeta. Dhe me thonë mes këtu shpatullës edhe veshit. Ubej ibn Khalef. Ki ishte vlaji Umeje ibn Khalef, që e donon të Bilalin. Ki vlaji. Aj Umeje ibn Khalef, ki Ubej ibn Khalef. Të di mushrik. Edhe pak Muhamedi a.s. e preku, i kun me këtë bërtit, në kam bit Muhamedin, kur e shohin ato, më thot, i gricët je pak nuk ki gjo, jo, thot, qëfar dhim të komune, thot, aj biku mathësun e mbane. Shkune edhe do vit edhe vdiq. Vetëm to pejgamberi a.s. me dorën e ti, edhe që qëfar vrasje. E ka marrë shigjetën, e ka gjujta, e pak e ka prek këtu. Edhe ai ka vdek pas disa ditësh. Këto Gjebrit thanë që ki argument, Allahu i tha Muhamedit a.s. të s'ki ndora zho, në ehli sunet të po, ama dhe pejgamberi a.s. të gjujtja që Allahu e ka vazhdua gjujtmen, pejgamberi a.s. qka? Edhe ai ka gjujt, edhe ai ka hiset e vepra. Prandaj, të veprat si vepër keqi, edhe vepër miri, të dipalet kanë hise. Edhe të dipalet e marrin shpërblimin. Edhe të dipalet kanë dëshirë. Edhe kushtet po mirë, pse edhe Allahut tjetë vullneti Allahut? Po vullneti Allahut subhanahu wa ta'ala është i lidhur me diturinë e tij. Allahu e din. Edhe Allahu subhanahu wa ta'ala çdo gjë e ka shkruar çka do të ndodhe edhe para se me na kriju neve. Të thamë në rregull, ne kena edhe një hadith. Okej, me ajet sun fitum, do me thonë prap ju tha që edhe Muhamedi a.s. ka gjujt. E tash Allahu pse e boni veprën precize gjujtjen, këtë rregull është. Ama dhe Muhamedi thonë, ja pra një hadith tjetër, edhe na thanë që këtu ke ki hadithi, nuk keni rrugdalje tjetër. Thot Muhamedi a.s. në hadith, len yudkhila ahadun len yadkhula ahadun al-jannata bi'amalihi. Shikoni këtë hadith e dini. As kush nuk mund të hide në xhenet nëpërmjet veprave të tija. Apo vepra e askujt nuk mund të çone personin në xhenet. I than Muhamedi a.s. me këtë fjalë tjera nuk mund të jetë vepra shkaktare për me hinë xhenet. Kështu është kuptimi. I than wala anta ya Rasulullah, as edhe ti nuk mund të hish në xhenet o i dërguari i Allahut me veprat e tua, tha as edhe unë, derisa Allahu me mbështjell, me mrethaku, me përfshi, me mëshirën dhe mirësinë e tij. Edhe këtë hadith kur e lexoj thonë me të vërtetë subhanallahu, pse veprat? Këtu bi kjo fjala b dy herë. Len yadkhula ahadun al-jannata bi'amalihi. Kuptimi i hadithit a dini çka është vëllezër? Muhamedi a.s. ka dash me tregu që mos mendoni se veprat e juaja janë ato të barabarta për me fitur xhenetin. Do me thonë, shpërblimi Allahut nuk mund të jetë i barabar me veprat e juaja. Kjo është kuptimi i hadithit. Mos mendojmë ne se veprat e tona janë të barabarta me shpërblimin. E kena bo veprën edhe shpërblimi është, do me thonë ashtu. Jo, shpërblimi është mirësia Allahut subhanahu wa ta'ala. Se ti vlajdashët nuk e adhuron Allahu 24 sahat në ditë. Lej një orë namaz, me abdes, me ashtu, një orë e gjisë. Si punon ai i devijumi, 8 orë ose 9, edhe ti punon. Si flen ai, edhe ti flen. Edhe ti në ditë, neto, i badet i ki një orë e gjisë. Ose një orë e 15 minuta. E këtu do të thotë Muhamedi a.s. Edhe gjithë jetën tonë dhe ti, sikur 70 vjetë të kështë adhuru Allahun, nuk është e barabart me çmimin, me vlerën e xhenetit, se ti atje nuk je 70 vjetë, ti atje je i përheshëm. Prandaj Muhamedi a.s. këtë hadith dhe thote, mos mendoni se veprat e juja janë ato, të veprat që ka i boni ju, janë të barabarta me xhenetin dhe me shpërblimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe këtu ehli suneti ju thot këtire, do me thonë xhebrive shikjo, ju argumente që ka i keni, ju kthehen kundra juve. Nuk është ajo do me thonë, si që e mendoni ju se veprat nuk, se këto që ka do thonë, nuk lujnë në rol veprat. Se veprat janë të Allahut subhanahu wa ta'ala. Do me thonë, në xhenet hijet
sikur se me thonë në xhenet jetë edhe pa vepra. Si ato murxhit është përsëri është një sekt që kanë thonë murxhit thonë imani, besimi është vetëm me çka? Me zemër edhe me gjuhë. Veprat thonë nuk kanë pjesë. Edhe çka thonë këto murxhit? Murxhit thonë kështu: imani as shtohet edhe as paksohet. Imani as shtohet edhe as paksohet. Edhe thanë besimtar është edhe ai i cili bën mëkate, bën zina, pin alkool, thanë e ka imanin e plot. Këtu di çka thanë? To janë murxhit, të më thonë që thonë hukmi dhe gjikon e Allahu xheleshanu ditën e gjikimit. Ne nuk mundet dikujt i thonë ai devijut, dikuj me i thonë fasik, dikuj me i thonë se ka bo kufër, dikuj me pse kjo thotë është punën e Allahut xheleshanu. Se a thot ai la ilaha illallah u kri puna. Ai e ka imanin e plot. Dhe thanë imani as shtohet as paksohet. Ne ahle suneti thonë jo, ngadal. Imani shtohet dhe paksohet. Allahu xheleshanu e ka thënë Kur'an: li yazdad alladhina utul kitaba iman, që shtohet imani. Imani shtohet edhe paksohet. Shtohet me vepra të mira, paksohet, dobësohet me vepra të këqija. Pastaj është diçka shumë interesant me këtë ajetin kur thonë wa ma ramejte idh ramejte. Ti nuk gjujte edhe pse gjujte Allahu, ka gjujt në realitet. E këtu tash ti nëse i krahason, sikur se me thonë, ti nuk je fal, edhe pse u fale, Allahu është fal. Nëse i thonë aktive xhebrive që thonë gjithë Allahu xheleshanuhu, ai është i detiruesi i veprave. Ai e detiron robin, robi nuk ka zgjedhje, nuk ka vullnet, nuk ka liri. Pse sot Allahu i thot Muhamedit alayhis salam ti edhe pse gjujte, s'ke pas lidhje ti me gjujtjen. Allahu ka gjujt. Domethënë ti sikur se veç e ke lëviz dorën. Atëherë i thonë mirë, atëherë ne këtë ajet që jeni argumentoni ta krahasojmë edhe në punë të mira edhe në punë të këqija. Nëse krahasojmë edhe në punë të mira, ti nuk ka agjiru, edhe pse ka agjiru, Allahu ka agjiru. Por nëse e bën punë të këqija, ti nuk ke bo zina, edhe pse ke bo zina, me vazhdu më të që, ti nuk ke pi alkohol, edhe pse pite alkohol, edhe më thonë, çka vin kjo? Vin dhe më thonë, faktikisht akidja e xhebrive që thonë njeriu është i detirut, nuk është akidja e ehli sunetit dhe xhamatit, po as e kadirive të cilët thonë bile këto kadirit dhe mu'tezile çkuan edhe më thellë thonë sa që Allahu nuk i din bile edhe veprat e njerëzve derisa ti bone njeriu veprat, se thonë njeriu është vetë krijuesi i veprave dhe Allahu nuk ka të bone gjë me veprat e njerëzve. Prandaj ato çka i thonë janë me gjuset e këtij umetit qadirit. Më thonë që edhe këto krijojnë, edhe Allahu subhanahu wa ta'ala edhe ai krijon. Çështja është la munafat bejne ithbati l-qadri wa koni l-abdi muhdithan li fe'lihi. Kjo është ajo që e spjegova ma herët, që Allahu subhanahu wa ta'ala njeriu i ka thonë si alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu an-najdayn. Allahu thotë, a nuk i dham atij gjuhë, a nuk i dham disi, edhe hedejna e udhëzom në të di rrugët. Allahu xheleshanu dhe më thonë ka tregu udhëzimin, e ka tregu rezultatin e sicilës rrugë, edhe rrugës hajrit, edhe rrugës sherrit. Njeriu e ndjek rrugën e hajrit, e ndjek të vërtetën me çka? Me dëshirën e tij, që ajo dëshirë është edhe dituria Allahut subhanahu wa taala, i cili e din çdo gjë dhe i cili e ka shkruajt veprat e njeriu, ki do ta zgjedh ato me dëshirën e tij, dhe dëshira e njeriu nuk mundet dale jashtë dëshirës, jashtë vullnetit të Allahut subhanahu wa taala. Prandaj Allahu xhelleshanuhu nuk mund të ketë kundërshtar në baniment dhe nuk mund të ketë të ngjajshëm. Çka është nuk mund të ketë kundërshtar? Nëse thona si thon Kaderit, njeriu i krijon veprat e tija, atëherë sikur se me thon Allahu pas ka kundërshtar. Se nuk mundet të thon ki njeriu mund ta kundërshton edhe dëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Siç thon Kaderit, njeriu i krijon veprat e veta, edhe nuk ka të bëne Allahu me veprat e njeriu të asgjë. Allahu nuk ka kundërshtar dhe Allahu subhanahu wa taala nuk ka të ngjajshëm. Ka që ishte për këtë temë, pastaj do të fillojmë me një temë e cila është inshallah javën e ardhshme, për el hasanatu was sayyi'a, veprat e mira dhe të këqija. A janë çështje të logjikës apo janë çështje e fesë, çështje të shariatit? Çka do thotë? A është e mirë ajo çka thot logjika dhe është e keqe vetëm ajo çka thot logjika jote?
ose këtë çështje të lidhet me fenë e Allahut subhanehu wa taala. Me fjalë tjera, a mundet njerëzit ta dishin çka është e mirë pa pas profet dhe pa pas libra, dhe a mund njerëzit ta dishin çka është vepër e keqe pa dërgu Allahu profet dhe pas zbrit Allahu subhanehu wa taala libra. Është temë shumë interesant, prandaj e lojmë për radhën tjetër. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.